Ajo si që cekët edhe vetë është shkaktari numër 1, pra teknologjia. Teknologjia vazhdon të jetë numër 1. Numër 1 me prevalencët më të lartë të diagnozave, të problemeve, të ngecjeve që i kanë fëmijët, qofshin edhe fëmijë me një zhvillim mjekësor dhe intelektual, kognitiv mjaft të mirë dhe të lartë, mirë po të cilët për shkak të formatit dydimensional dhe të retrove të shkurtra me shumë emocione dhe me pak sekunda që i ofrojnë në sytë e fëmijës, bëjnë që perceptimi i tyre dhe zhvillimi i tyre psikologjik, zhvillimi tyre gjuhësor, logopedik dhe zhvillimi edhe i ndjenjave dhe në anën emocionale të jetë mjaft shumë indikuar nga teknologjia, ku përveç të folërit do të ndikohet edhe ana e sjelljeve edhe përqendrime dhe shumë faktorë të tjerë. Më pastaj të pjesa e telefonit, sidomos kanë rëndësi shumë të madhe dhe rrezik mjaft të lartë dhe një rëndësi që ta njohim që janë vidrët e shkurtra reels, siç i cekëm. Më pastaj pas kësaj kemi edhe shkaktarë të tjerë të cilët ndodhin jo vetëm në ndikimin e teknologjisë, por që janë marrëdhëniet prind-fëmijë. Natyrisht se çdo gabim që prindrit e bëjnë është gabim që ndodh me dashuri dhe me qëllim për t'i përmirësuar fëmijët, mirë po në mungesë të njohurive, në mungesë të konsultës me profesionistët përkatës, në këtë rast me logopedët, ndodhin gabimet të cilat e afektojnë perceptimin dhe rrjedhshmërinë e të folurit tek fëmijët. Njëra ndër këto është edhe vërejtjet interferuese në të folur, kur i thuhet fëmijës nuk të kuptojmë asgjë, përsëritet edhe një herë, a mund ta thuash pak më mirë, apo dhe i bëhen mrola gjatë shqiptimit të tij. Në të gjitha këto mënyra fëmia do të vi duke akumuluar frikë dhe traumë në veten e tij dhe do të hezitoj pas disa muajsh dhe vitesh ta zhvilloj rrjedhshmërinë përkitas dhe me moshën që do duhej ta kishte. Pra një durim nga ana e prindërve është shumë e rëndësishme gjatë zhvillimit të folurit tek fëmijët. Tek teknologjia, kur jemi shohim përmbajtje të ndryshme, përmendet një problematikë shumë të madhe tek reelsat, që fëmijët mbi 2 vjeç e kanë atë që dinë, pastaj sado që ndoshta prindërit mundohen që kohën që e kalojnë fëmijët në ekran ta kufizojnë në përmbajtje shumë edukative, shumë cilësore, prap një fëmijë që është 2 vjeç, 3 vjeç, mund ta largojë lehtësisht, mund të kalojë në përmbajtje ndoshta të papërshtatshme me pak sekonda në reelsa të ndryshëm që ndikojnë jo vetëm në aspektin gjyqësor, por edhe në aspektin psikologjik tek ai fëmijë. Kur jemi tek përmbajtjet edukative, shohim shumë tani me zhvillimin e teknologjisë, po shohim edhe shumë përmbajtje të ndryshme që po plotësohen në rrjetet sociale, që janë mjaft edukative, që ndihmojnë shumë në komunikim dhe në gjuhë, për shembull, identifikimi i themi pemëve dhe perimeve të ndryshme, të kafshëve të ndryshme, që janë video të cilat përpunohen dhe pastaj postohen në rrjetet të ndryshme sociale ku mund të kenë qasje prindërit dhe fëmijët. Tani, kjo ndihmon mënyra kjo për të zhvilluar komunikim, për të njohur më shumë me fjalë të reja tek fëmijët, apo mund të fakt jep komplet një tjetër feedback në këtë rast negativ? Ka raste të caktuara ku teknologjia është edhe dobishme. Sado që është e mirënjohur dhe me të drejtë është e mirënjohur ndikimi negativ i teknologjisë tek fëmijët, megjithatë ka rëndësi që ta njohim edhe anën pozitive të ndikimit të teknologjisë. Për arsyen sepse teknologjia, sidomos kur jemi fjala tek diagnoza autizmit, të cilët kanë një nivel të lartë të inteligjencës, por nuk e kanë të shpërndarë në mënyrë natyrale, e kanë më shumë një inteligjencë apo një mënyrë të menduar në formë të kuadratit, dhe në këtë rast pajisjet e caktuara të cilat janë shpikur dhe licencuar në vendet e Evropës, siç është pajisja Prolong to Go, ofrojnë një format dydimensional shumë ideal që fëmijët me autizëm të vinë duke ngritur sasinë e tyre verbale të folurit dhe komunikimit. Më pastaj jo vetëm kjo teknologji, mirë po edhe në sekuenca të vendit të ku jetojmë, siç e cekët dhe jo, kemi aplikacione të caktuara si është YouTube Kids, i cili është i dizajnuar me një retro të përshtatshme dhe me një ngjyrë dhe me një nivel receptiv të gjuhës të atill që fëmijët mund të përfitojnë nga ato emërtime apo shabllone të cilat ofrohen ato. Mirë po ajo që ka rëndësi në thelb të dinë prindrit është se kjo dobi e teknologjisë nuk mund të jetë në mënyrë të pavarur nga profesionistët. Ka rëndësi gjithmonë që prindrit të jenë vi me profesionistët, me këshillat dhe me udhëzimet e tyre për mënyrën se si këshillojnë që t'i aplikojnë apo përdorin teknologjinë tek fëmijët e tyre. Ndërkohë nëse punohet në mënyrë të pavarur, pa konsultën me profesionistët, sigurisht do të pasojë dëm dhe jo dobija.